o Zot, filloj me u lodh trupi jam dhe filloj me malshu fuqia ime. Ti e din se që është më hajër, po nëse është më hajër, merrem tek te. Është për qëllim, merr ma shpirt. Dhe subhanallah, nuk shkoj shumë gjatë dhe Allahu Azza wa Jall ju përgjigj Omerit radhiyallahu anhu në këtë lutje. Omeri e kesh gajle se mos unë nuk po më me menaxhu e pastaj përgjegjësia dhe bara bie mbi mu e pse unë më bart këtë përgjegjësi kaq të madhe të njerëzve, dhe desha Allah Azza wa Jall që ju pranu duaja e tij, edhe duaja tjetër e tij që tha, o Zot më mundëso që të vdes si dëshmor, si shahid. Në një nga ditët në namazin e sabahut, Omeri radhiyallahu anhu duke i pri muslimant në namaz, vije një njeri i cili nuk ka qenë musliman, ka qenë nga mëgjosët. Vije dhe e godet Omerin në namaz me një thik të mbreht apo e godet në pjesën e poshtme të stomakut të tij 3 herë. Dhe kjo është shkak dhe sebeb që Omeri radhiyallahu anhu të merr plagë, të mëdha dhe pas 3 ditë të vdes të shkoj tek Allahu Azza wa Jall. Omeri radhiyallahu anhu dëshiroj që të vdes, po të vdes në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të vdes si shahid. Allah Azza wa Jall jam mundsoj krejt këto dëshira dhe ja plotësoj këtë qef, po them kushtimisht të Omerit radhiyallahu anhu dhe shkoj tek Allahu Azza wa Jall në moshën 63 vjeçare si shahid i mihrabit, shahid i vendfaljes, sepse ai në namaz apo ra shahid dhe shkoj tek Allahu subhanahu wa ta'ala.